Unë i kom hyrë kësaj gare për arsye se po shoh, kam parë dhe jam të parë në vazhdimsi pak kënaqësi të mëdha tek qytetarët. Përshëndetje Jeta, i përshëndes gjithashtu të gjithë qytetarët e Malishevës. Po ashtu do të përshëndes edhe diasporën nëse na përcjellin ndërkohë. Unë i kom hyrë kësaj gare për arsye se po shoh, kam parë dhe jam të parë në vazhdimsi pak kënaqësi të mëdha tek qytetarët dhe duke parë anarki dhe birokraci të mëdha në pushtetin aktual, do të përpiqem që të kontribuoj në aq sa ka mundësi në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve në Malishevë. Unë pikë pari tek kisha filluar në pika të shkurta tek shëndetësia. Në shëndetësi do të mundohem të kontribuoj në përmirësimin e të gjithë infrastrukturës në rand të parë të shëndetësisë, në kuadrin dhe në përmirësimin e kushteve të ndryshme, e sidomos në ato elementare të shëndetësisë që na mungojnë. Te arsimi do të mundohem gjithashtu të kontribuoj në të gjitha ato nevoja që do të shihen në të ardhmen që do të ka nevojë arsimi dhe në komunë, nëse unë arriti të qeverisi komunën e Malishevës, unë do të jemi përpushtuar që të drejtorët e drejtorive të jenë të lirë të punojnë, të mos jenë të kapur nga kryetari i komunës, sikur që janë deri tash, domethënë të dirigjuar nga kryetari i komunës aktual. Dhe gjithashtu do të kontribuoj në përmirësimin e infrastrukturës. Kam disa projekte të cilat i kam parapo që duhet ju hipen prioritet. Është një ngritje e urës që është domosdoshme tek fshati Gurbardh.